ta bazove marrë që jemi këtu para lapidarit të dëshmorëve, prandaj ju ftoj për një mënyrë heshtje të nderojmë dëshmorët. Lavdi, jemi këtu për të protestuar kundër diskriminimit sërb dhe ati mashtrimit dhe ignorimit të pushtetit të pushtetarëve lokal. Prandaj, edhe njëherë, duhet ju njoftoj, nuk jemi këtu për të kërku vot, nuk jemi këtu për të kërku karrika, nuk jemi këtu për të kërkuar pasuni, jemi këtu për të kërkuar drejtësi. Kështu që kjo protestë e përkrahur nga shumë organizata jo qeveritare dhe nga ju të nderuar të pranishëm ka për qëllim ngritjen e zërit për padrejtësitë tona që ashtu shkelur ky popull me dekada e me dekada. Me pranin e pushtetarëve tanë të cilët shkelin mbi gjakun e dëshmorëve. Kjo le të kuptoj se ne nuk pranojmë ata që marrin votën, ata që mashtrojnë, ata që vjedhin, ata që ignorojnë popullin e vetë, votën e vetë, të cilën e kanë marrë, nuk e kanë vetin të na udhëheqë. Gjithashtu, ja bojmë dije servisë se këto troje janë shqiptare. Dëshiroj që t'ju drejtohem me disa fjalë në emër të nxënësve dhe të studentëve shqiptar në Luginë të Preshevës. Gjendja jonë në arsimin fillor të mesëm dhe atë universitar është tepër e rëndë dhe është shumë e vështirë. Kjo gjendje e krijuar në arsimin shqip ka vite që po vështirësohet dhe po kërcësohet edhe më tutje. Do t'i përmendim vetëm disa fakte dhe argumente ku shkollat e Preshevës po përjetojnë diskriminim dhe shantazhim më masiv se kur më parë ndonjëherë. Sot shkollat tona, gjithësisht nxënësit tanë, mësojnë në kushte mjerimi dhe në hapësira në gjendje katastrofike ku asnjë investim apo mirëmbajtje nuk është bërë apo nuk është realizuar me vite. Sot vendosëm që të dalim në protest sepse kemi me mijë arsye për shkak diskriminimit që na bëhet nga qeveria serbe, por jo vetëm sot, po me shekuj jemi të diskriminuar. Prandaj, moto e kësaj proteste është kundër diskriminimit. Paraforsi më pashëm i cekim në sferën në arsimit disa fakte të diskriminimit, por këto nuk janë të tëra. Pasi që qeveria Serbisë na heki lapidarin këtu e na nuk bëm asgjë të rezistojnë se ata ja kanë falë gjakun këti popullit për me qenë të lirë, të barabartë e tjera. Prandaj, nuk është vetëm çështja lapidarit mbytje, po kjo është
ajo ma kruciale që do të thosha të kenë lapidar është mburje dhe krenari e kombit.